Sot unë mendoj që të bëjmë një kek të mirë. Kek ëmbëlsirë, ha. Tani t'ju tregoj pak se çfarë na duhen, që juve nëse nuk e keni gjatë të shkoni shpejt te dyqani dhe t'i bleni. Na duhen 4 koka vis, 2 portokalle, sheqeri, një tas me miell, një formë apo juve mund ta bëni edhe në tepsi. Na duhet kjo makineria, çfarë mund të them? Në të një tjetër se kjo, sërtar. Në duhen 2 vanilje, edhe 2 nga këta. Dhe tjetra është çokolata. Çokolatën neve kemi shkruar. Na duhet edhe qumshte, na duhet? Po, na duhet edhe qumshte. Tani si fillim merrni çokoladë, po jo shumë. E shkrini. Tani një gocë qumësht. Nuk kam shumë e përgatitur se herëtja kur i kam bërë këtë, kam bërë vetë pandimen e mamit. Kësaj herë që mos të gaboj se unë e bëj kekun në një mënyrë komplet ndryshe. Qa do bëj tani moj? Ajde tani se ti s'del kamerë, dal unë po. Unë e bëj kekun ndryshe, se më së më bëj kështu. Mos rritul për ashtu. S'përsh. Jo. Mos shikoni ju pra. A ishte mirë. Tani do sejmë vizët. Ti. Nëma! Shishe thekët. Hajde. Seja. Prit. Hajde, bravo. S'përshpo. Yes! Hajde! Një fjalë nga mami im, neve këtu punojmë familjarisht. Mami im sa kështu për shkak se një vizë seva unë, 2 se u mame, edhe nga që kime edhe këtë kuzhinierën e mirë këto, një tjetër se vllai vogël. Tani çokolata është ngrirë se unë isha aty dyqani për bërë këto vanilje se nuk kishin, edhe portokallet, edhe sot shkret një qik çokolata, edhe rikthehemi pas pak. Tani edhe çokolata u shkri dhe do Nuk këtu? Tani kam radhën këto. No. Don't touch it. No, ti. No. Ti. No. Ti. No. Okay. No, tani e ka 7 luk. radhën mielli, 7 luk. Vazhdo.
Mirë, no. Po. No. 7. No. Po. U bën 8. It's not done. Nuk dire me. Wait. No. Po në të lirsh kontrollit kjo. A mund ta heqësh atë kokën? Atë kokën? Mund ta heqësh. Nuk këtu. Prit, Po lesi kullon këtu. Tani këtu dhe me e ba. E shikoni se si është bërë kjo. Dhe këtë formën, se në varet ku e bëni ju në tepsi apo në formë. Nëse bëni në formë, do lyeni pak fare me vaj. Mam, tepi, po, bam, let's go. Sa të në përfëre të në. No. Mos është shumë vaj. Është shumë vaj. Kësajta do ja hedhim edhe një qik vaj. Më thjesht flas se këtë e bën mami. Perfekt. Okej, është mjaftueshëm kjo. Tash kundi një shik. Çfarë do bëjmë tani? Heqim prizën e kësajta Hidhe dhe gjysën këtu. këtë do e hedhim tek forma. Prit, atja vendos që këtë kështu? Se? Ose nëse ja hedhi pa dash, i paktën mos bie aty. Ta vali.
Sajta I vendosi një pjatë të kjo vrima këtu, se mos në vjen tavolina dhe në bëj tavolina pis. Po sa hapet vetë. Hajde edhe pak s'kem hajde. Bëll. Okay. Po këtë pjesën tjetër që këna me dhe? E pjekum herën tjetër. Let's Perfect. Ja. Si është perfekt kotë këtë po shpërshpor. A të hetet e Sorry. Hajde tani. Wait a minute. Më duket e mirë kjo. Që të? Tani do e marrim dhe që të këfura. Sa gradë? 220? 220 gradë dhe kjo këtu. Edhe... Kja është më pjek në 2 jantë. Po, ha, në të Nësa kja dhjanë. është gradacioni. Po, se dhjanë. Dhe tani, sa për që të reguar atë, do bëjë si kur kemi bërë për videon e lasagnas, që për përgatitjen ja kanë të reguar dhe kur ka dalur nga stufa që është bërë, jo kam të reguar me video shorts, kështu të bëjmë edhe për kekun. Shpresoj nëse juve e përgatisni, t'ju dale ashtu si kur më dalë mua shpesh herë. Dhe bye bye!